Dy miq udhëtuan së bashku përmes një shkretëtire të panë. Rruga e tyre ishte e vështirë, duke vënë në provë durimin dhe lidhjen e tyre. Në një moment, ata debatuan ashpër. I zemëruar, njëri shok e goditi tjetrin në fytyrë. Shoku që u godit u ndje thellësisht i lënduar. Pa thënë asnjë fjalë, ai u ul në gjunin dhe shkroi diçka në rër. Ai shkroi: "Sot, shoku im më i mirë më goditi me shuplak." Ata vazhduan udhëtimin e tyre. Më vonë, arritën në një oazë. Ndërsa notonin, shoku i tij që ishte goditur filloi të mbytej. Por shoku i tij e nxori shpejt, duke i shpëtuar jetën. Pasi u shërua, shoku i shpëtuar këtë herë nuk shkroi në rër. Ai gjeti një gur të madh dhe gdhendi me kujdes fjalën e të. Ai gdhendi: "Sot, shoku im më i mirë më shpëtoi jetën." Shoku i tij u habit nga kjo. Ai pyeti: "Pse shkrove në rër kur të lëndova, por në gur kur të shpëtova?" Shoku i shpëtuar buzëqeshi butësisht. Ai u përgjigj: "Kur dikush na lëndon, duhet ta shkruajmë në rër. Erat e faljes mund ta largojnë lehtësisht." Ai vazhdoi: "Por kur dikush bën diçka të mirë për ne, ne duhet ta gdhendim në gur. Asnjëherë nuk mund ta fshij kurrë." Ky veprim i thjesht u mësoi atyre një mësim të fuqishëm. Falni dhimbjet shpejt, duke i lënë të veniten si fjalët në rër. Mbani mend mirësitë për gjithmonë, duke i gdhendur në zemrën tuaj si fjalë të gdhendura në gur.